të papregatitur për një ndryshim radikal me efekte gratise shkatërruese për ekonominë vendore. Për favore ekonomike për një operator privat si Kesko, direktiva, është vetëm një referim i vet për të arsyetuar një vendimarrje të marrë nga zërej. Sridhjadhoj, këto akte nuk prodhojnë mas një efekt juridik dhe nuk më të jenë objekt shfuqizimit. Mbi këtë bazë i propozojmë gjykatës supremet të Kosovës të refuzoj padin e padicit si të paljejueshme dhe të pathemert. Kemi besim plot në trupin gjykues që do t'i shërton të gjitha provat, të gjitha faktet që u thanë sot dhe do t'a sjellë një vendim të drejtë që do t'i mbron biznesin, do t'a mbron ekonominë e Kosovës. Jo se kanë kundërshtuar procesin e liberalizimit të rregullit të energjisë elektrike, por mes tjerash kanë potencuar nevojën në një fazë tranzitore për të ardhur deri te ky proces, me qenë se vetë komuniteti i biznesit apo konsumatorët jo familjar kanë qenë të papregatitur për një ndryshim radikal me efekte gratise shkatërruese për ekonominë vendore. E paditura me kokë fortësi dhe refuzim të paarsyetuar administrativo-ligjor, përkundër se ka pasur obligim ligjor nga ligji për energjinë elektrike, baza ligjore e cekur në padit, ka shkelur ligjin dhe të vjen shprehje paligjshmëria e procedurës së ndjekur nga paditura, në qenë se njëjta ka pasur obligim dhe detyrim ligjor të kryen një analizë të konkurrencës reale në sektorin e energjisë elektrike. Këtë nuk e ka bërë. Dhe nuk e ka bërë me vetë dije të plot, duke shmangur detyrimin ligjor dhe krijuar favore ekonomike për një operator privat si Kesko dhe disa operator tregtar të tjerë të licencuar së fundit për të kamufluar kinse konkurrencën reale në të. Konkurrencë reale në treg provohet nga të dhënat publike se nuk ekziston fare. Pse e themi këtë nuk ekziston fare? E themi se këta operator tjerë të licencuar nuk garantojnë furnizim me energji elektrike dhe në 90% të rasteve nuk parashtrojnë oferta fare për në kërkesat e operatorëve jo familjar, konsumatorëve jo familjar të vendit. Vetë ligji për energjinë elektrike në hyrjet e ligjit potencon se është në përputhje të pjesërisht me direktivat e aplikueshme të BE-s. Dhe thirrja e paditurës se liberalizimi është detyrim nga këto direktiva është vetëm një referim i vet
për të arsyetuar një vendimarrje të marrë nga zërej. Zërej e kundërshton në tërësi padin dhe kërkes padin e palës paditse, si të pa bazuar në ligj dhe në fakte. Të gjitha aktet e kontestuara janë nxjerrë në zbatim të drejt për drejt të kompetencave ligjore të zërejës, të përcaktuar nga ligji për regulatorin e energjisë dhe ligji për energjinë elektrike. Për zërejën, këto pretendime janë të pabazuara për disa arsye themelore që mbështeten në fakte dhe prova të qarta. Uzusi i vitit 2017 dhe ndryshimet e mëvonshme kanë qenë aktet e përkohshme, të cilat kanë përcaktuar fazat dhe afatet për hapjen graduale të tregut të energjisë elektrike në momentin e parashtimit të padisë. Këto akte kishin përmbushur funksionin dhe efektet e tyre juridike, pasi të gjitha afatet dhe masat e parashikuara në to kishin përfunduar, ndërsa liberalizimi i tregut për konsumatorët komercial ishte tashmë i realizuar dhe në zbatim, bazuar në ligjin për energjinë elektrike. Sërish, këto akte nuk prodhojnë asnjë efekt juridik dhe nuk mëtejnë objekt shfuqizimi. Zërej thekson se ka vepruar në përputhje të plot me obligimet dhe detyrimet e saj ligjore. Pretendimet e paditësit se zërej ka vepruar jashtë kompetencës janë të pabazuar. Zërej rithekson se asnjë konsumator nuk ka mbetur pa furnizim pas hyrjes fuqi të vendimit për të hyrat maksimale të lejuara të furnizuesit me shërbim universal. Të gjithë konsumatorët komercial kanë lidhur kontrata me furnizues privat dhe tregu i energjisë elektrike për këtë grup konsumatorëve është i liberalizuar dhe në funksionim në përputhje me detyrimet ligjore. Mbi këtë bazë i propozojmë gjykatës supreme të Kosovës të refuzoj padin e paditësit si të palejueshme dhe të pathemert. Po ishin fakte të paqëndrueshme, për mendimin ton, ne argumentum të kundërtën në paratrupit gjykues, argumentum që procesi i liberalizimit të energjisë elektrike nuk ka shkuar në mënyrën që duhet sipas parimeve dhe principeve që një jo vetëm ligji që në fuqi në Republikën e Kosovës, po edhe direktiva e Bashkimit Evropian për liberalizimin e tregut. Kështu që ne pato mundësinë me argumentu edhe nga pjesa ligjore se si nuk kanë qenë aktet ligjore në rregull në përputhje me dispozitat ligjore në Republikën e Kosovës, po ashtu edhe procesi i liberalizimit, njoftimi i zyrës rregullatorit të energjisë elektrike si ka shkaktuar efekt material në ndikim negativ të biznesit dhe si ka dëmtuar bizneset. Kështu që kemi besim plot në trupin gjykues që do t'i shërton të gjitha provat, të gjitha faktet që u thanë sot dhe do ta sjellë në një vendim të drejtë që do t'i mbron biznesin, do ta mbron ekonominë e Kosovës.